Ditën e diel në orën 16 në Reshitrusi, Vllaznia do të presë skuadrën e Flamurtarit në një sfidë që do të vendosë shumë për të ardhmen e shkodranëve. Pas 3 humbjeve rradhësi, kuqeblut duhet të kthehen tek rezultatet pozitive, pasi diferenca me zonën e rënies nga kategoria është vetëm 4 pikë. Në shërbim të Tenili Cungu janë kthyer 3 të pezulluarit me karton, Cicmil, Krymi dhe Bardulla, lojtarë që do të vendosin sërish balancat në repartin e mbrojtjes dhe të sulmit. Pjeshka do të jetë mungesë e sigurt përballë dhënjatëve, pasi ka akumuluar 3 karton të verdh, ndërsa Qinari ka probleme dëmtimi dhe do të jetë shumë e vështirë që të jetë gati për këtë ndeshje. Gjatë gjithë javës, Tenili Cungu ka eksperimentuar me krahun e djathtë të mbrojtjes, pasi Arbri ka humbur sezonin dhe zëvendësuesi i tij, Pjeshka është i pezulluar. Në këto kushte, gjatë seancave stërvitore është aktivizuar në këtë pozicion Iriu Kapaklia, së bashku me vrapin Cicmil dhe Markun mund të formojnë repartin e mbrojtjes. E për t'i bërë ballë një ekipi me individ të jashtëzakonshëm si Flamurtari, kundër sulmit do të jetë arma më e fortë e shkodranëve. Shtubina, Kalaja dhe Iriu Vecaj, që po bind çdo ditë më shumë, pritet të jenë faza e sulmit. Fal shpejtësisë së këtyre lojtarëve, Cungu do të tentojë të befasojë mbrojtjen e vërejtëve. Për këtë 90 minutësh, kaq të rëndësishëm, klubi Vllaznia ka bërë thirrje për mbështetje nga ana e tifozërisë, pasi një fitore do të qetësonte situatën tek kuqeblut që kanë 3 ndeshje që shijojnë vetëm humbje.